pasi gjykata kushtetuese e shfuqizoi metodologjinë e entit të statistikave në ndarjen e qytetarëve në rezident dhe jo rezident gjatë regjistrimit të popullsisë në vitin 2021. Kanë vazhduar edhe sot përplasjet mes partive politike shqiptare. Koalicioni Vlen akuzon Bashkimin Demokratik për Integrim për tradhti kombëtare. Nga ky koalicion thonë se Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Ali Ahmeti e shitën mërgatën për tendera. Blerim Sejdiu nga koalicioni Vlen bën krahasime mes regjistrimit në disa zona shqiptare dhe numrit të votuesve në po të njëjtat zona. Sipas Vlenit, regjistrimi i popullsisë në vitin 2021 u shit dhe BDI i preu në besë shqiptarët. Pyesim publikisht, si është e mundur që në Reçic të vogël regjistrimi të numëroj vetëm 1653 shqiptar mbi 18 vjeç, ndërsa në zgjedhjet të dalin mbi 2400 votues për parti shqiptare. Pyesim po ashtu si është e mundur që në Zhelin të ketë mbi 3400 banor, ndërsa mbi 4100 votues. Si është e mundur që në fshatin Strimnic të ketë 1900 banor dhe mbi 2600 votues. Dhe kjo gjendje vazhdon edhe në shumë fshatra tjerë. Me reagim për regjistrimin e popullsisë kanë dalë edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, nga ku thonë se në vazhdimsi janë duke ndjekur me shqetësim të thellë fushatën e koordinuar për diskreditimin e procesit të fundit të regjistrimit të popullsisë, një proces që sipas integristëve ka qenë ligjor, transparent dhe tërësisht i monitoruar nga faktori vendor dhe ai ndërkombëtar. Për integristët, fushata e organizuar e partive shqiptare në pushtet kundër regjistrimit nuk është e rastësishme. Fushata është pjesë e një skenari më të gjerë për të rishikuar të gjitha rritet e dekadës së fundit, për të bërë një regjistrim të ri sipas agjendave të reja politike dhe për të rikthyer pabarazinë sistematike. E gjithë kjo është përpjekje rrezikshme për të minuar themelet e marrëveshjes së Ohrit, për të kontestuar barazinë e fituar me shumë mund dhe për të prishur marrëdhëniet ndërletnike në vend. Në këtë debat më herët ishte përfshirë edhe kryeministri, i cili nga foltorja e kuvendit kishte propozuar që të bëhet regjistrimi jashtëzakonshëm elektronik i popullsisë në vitin e ardhshëm, por këtë Mickovski e kushtozoi që të pranohet propozimi i tyre për një njësi zgjedhore. Megjithatë, një ditë më vonë, propozimin e njëjtë e tërhoqi vetë Mickovski, i cili tha se regjistrimi i rregullt duhet të ndodhë në 2 vitet e para të fillimit të dekadës, duke aluduar se në vend regjistrim të popullatës mund të ketë në vitin 2031 apo 32.